Komisioneri për mbikëqyrjen e shërbimit civil zhvilloi një takim konsultativ në Lezhë. Në prani të deputetëve të dy krave, ambasadori të prezencës së OSBE në Shqipëri, Michel Taran, si dhe autoriteteve vendore. Gjatë fjalës së saj, drejtuesja e KMSHC-s, Lefteria dhe Eshi Tuzi, u shpreh se janë identifikuar disa problematika të cilat do t'i adresohen Kuvendit të Shqipërisë. Ne këtu mendojmë sot që ky takimi për këtij raporti t'i shërbejë më mirë palëve për të kuptuar realitetin, për të dëgjuar njëri tjetrin dhe për të ndërtuar edhe një qasje me njëri tjetrin më të qartë dhe se si ne mund të shkojmë ky bashkëpunim të ecë përpara. Edhe ne vetë si institucion kemi identifikuar në fakt shumë problematika të cilat mendojmë që edhe nëpërmjet kësaj kryese, këtij takimi informues, t'i ndajmë me jo. Kryetari i Bashkisë së Lezhës, Pirin Dreu, theksoi se njësia vendore ka ndërmarrë hapa pozitiv në drejtim të përmirësimit të shërbimit civil, duke u dhënë zgjidhje problematikave të trashëguara ndër vite. Ne si bashki jemi munduar të bëjmë maksimumin e mundshëm për të realizuar një proces rekrutimi në administratë në përputhje të plotë me gjithë legjislacionin që është në fuqi. Për ta bërë më konkret them që të paktën për 4 vjetë nuk kemi absolutisht asnjë gjyq fitues. Duhet thonë se gjendja e administratës në Lezhë në 2019 ka qenë çik problematike. Një raport i KMSHC-s ishte nxjerrë 144 funksione në kundërshtim me ligjin pa procedura fare konkurrimi, sill situatën në kontroll, duke hap konkurimet për secilin post dhe duke i vendosur njerëzit një bazë ligjore. Sot ne jemi në një situatë pozitive, por akoma kemi probleme, të cilat i kemi në proces, duke i rezolvuar. Ajo që më duhet ngrijon si problem këtu është problemi i kotave 20% të funksioneve të Nga ana e tij, ambasadori i prezencës së OSBE në Shqipëri, Michel Taran, u shpreh se përmirësimi i shërbimit civil është një domosdoshmëri dhe një hap i rëndësishëm për përmirësimin e reformave në vend. Është inkurajuese të shihet vëmendje ndaj përmirësimeve ligjore dhe forcimit të kapaciteteve institucionale, të cilët do të jenë të rëndësishme për progresin e ardhshëm. Ne kemi si vazhdimin e bashkëpunimit tonë në mbështetje të një procesi reformësh që është gjithëpërfshirës, i bazuar në të dhënat e i qëndrueshëm. Pas këtij takimi konsultativ në Lezhë, ku ishin të pranishëm edhe komisionerët parlamentar, raporti i komisionerit për mbikëqyrjen e shërbimit civil për vitin 2025 pritet të prezantohet në Kuvendin e Shqipërisë.